Sa imazhe të aktores hollywoodiane Angelina Jolie, një bamirëse dhe njohur për mbështetjen e kauzave humanitare, e cila zhvillon vizitën e saj të dytë në Ukrainë, specifikisht në qytetet e Kherson dhe njëkohësisht Mykolaiv në vijën e parë të mbrojtjes së Ukrainës në Rusi. Në kuadër të vizitës së saj me fondacionin Legacy of War dhe rrugtimin e ka bërë deri në një farë pike me avion dhe më pas patjetër në rrugë toksore. Mirë po. Online po diskutohet mbi një incident që ka ndodhur në mbërritjen e Angelina Jolie me stafin e saj në Ukrainë në Kherson. Bëhet fjalë për rekrutimin e një prej anëtarëve të sigurisë së saj, një prej bodyguardëve nga ushtria ukrainase. Forcat toksore të ushtrisë ukrainase ndajnë një deklaratë me 4 paragraf që ofronte detajet të shumta të incidentit, duke përfshirë faktin se personi i rekrutuar ishte bodyguardi i Jolies, por më vonë e fshin deklaratën e tyre dhe deklaruan për median Politico se nuk mund të konfirmonin ose mohoni detajet e asaj që ndodhi. Ata thanë, informacioni që po përhapet në media është i shtrembruar, një hetim është duke u zhvilluar aktualisht dhe të gjitha rrethanat po sqarohen. Për pasojë, ende nuk është konfirmuar nëse bodyguardi i Jolie është mbajtur nga ushtria për të kontrolluar dhe më pas për të liruar nga territori Ukrainës, apo është mbajtur për të vijuar dhe rekrutimin e tij si ushtar. Patjetër që përfaqësues të Jolies nuk kanë pranuar të komentojnë mbi këtë çështje, duke tentuar që të japin vëmendje pikërisht dhe vizitës së Jolie në këto dy qytete në mbështetjen e saj për mbrojtjen e Ukrainës, për luftën e Ukrainës kundër agresionit rus në territor, në vizitën e saj të dytë, kur rikujtojmë se më parë Angelina Jolie ka vizituar dhe qytetin e Lvivit.